Njihemi tani më gjërësisht me zhvillimet e ndodhura gjatë ditës së sotme. 5 persona mes të cilëve edhe një shitse ambulante janë plagosur me armë zjarri pas një konflikti në qytetin e Laçit. Për detajet të tjera të ngjarjes, do të lidhemi tani me gazetarin Elidon Dreka. Elidon, çfarë të reja kemi lidhur me ngjarjen? Po, në fakt tashmë është zbardhur edhe dinamika e ngjarjes, ku sipas informacioneve gjithçka ka nisur një natë më para, ku të rinjt kanë patur një konflikt, po ende nuk dihet se cila ka qenë arsyeja e konfliktit, dhe më pas ky konflikt ka vijuar edhe gjatë ditës së sotme, ku të rinjt teksa udhtonin me automjetet e tyre, pikërisht pas krahëve të mi, janë ndaluar dhe kanë qelluar në drejtim të njëri tjetrit. Në të konflikt me tyre kanë përdorur pistoletat, ku përpasoj edhe një shitse ambulante pikërisht në vendin ku është edhe rruga që del për në kishën e Laçit, teksa shitse që ka parë të rinjt duke u konfliktuar me njëri tjetrin dhe ka të tentuar të ndërhyjë për të shuar sherrin. Në fakt të rinjt menjëherë kanë nxjerr armët dhe përpasoj 4 të rinjt janë plagosur dhe shitja e cila ishte futur për të shuar sherrin, duhet thënë, ka marrë edhe ajo një plumb në këmbë. Sipas informacioneve nga ana e spitalit, bëhet në dije se 2 prej tyre tashmë janë në gjendje të rëndë dhe po monitorohen nga ana e bluzave të bardha, ndërkohë që policia deri në këto momente që flasim ka shoqëruar 2 persona dhe pritet të zbardhë të ngjarje. Po në lidhje me këtë ngjarje në qytetin e Laçit, ku mbeten 5 persona të plagosur, ka reaguar edhe kandidati për deputet i qarkut të Lezhës, Alon Xhekmakaj, i cili ka bërë thirrje policisë dhe grupit hetimor të zbardhë këtë ngjarje sa më shpejt. A është identifikuar autori apo autorët e mundshëm, ku ka dyshime policia e Laçit? Në fakt e gjithë zona, e gjithë kjo pjesë e rrugës, duhet thënë, ka kamera dhe zgjimit, ku policia tashmë dhe grupi hetimor kanë sekuestruar kamerat, por ende nuk kanë dhënë detaje në lidhje me personin i cili ka ikur nga ngjarja. Ndërkohë që edhe të rinjt që kanë mbetur të plagosur, dyshohet që njëri prej tyre të ketë qelluar, të ketë patur armë dhe ka qelluar. Po pritet që grupi hetimor tashmë të zbardhë gjithë dinamikën e ngjarjes dhe të gjejë fiks cilët janë personat të cilët kanë qelluar në drejtim të njëri tjetrit. E qartë, mirë Elidon, falenderoj për detajet që na përcolla. Faleminderit juve.